Vetë ekzaminimi i gjirit është e para, e kam cek edhe adet në ligjërat, kjo nënkupton që gruaja mi prek vetë gjitë me dorën e vetë. Po. Qoftë në pozitën këmbë edhe në pozitën shtrirë, rekomandohet në të dy pozitat. Gjirin e majt me dorën e djathtë, gjirin e djathtë me dorën e majt dhe në njëjtën kohë edhe në shtetullën që ne i themi aksill. E përmenda edhe adet se cili ka qenë roli i vedisimit grave për me bo vetë kontroll atë gjirit, dhe më thona ka ndiku ajo në ulljet mortalitetit, e përmenda adet që në aspektin shkencor 0%. Të dhëtë nuk është që ka pas noj ndikim. Mirë po, shtrohet pyetja pse vazhdojmë ne e promovojmë nëse ajo nuk ka pas ndoj efekt në ulljet mortalitetit. E promovojmë pikërisht për shkak vedisimit, pikërisht mi u tregu grave që kemi organ qift. Jemi me fat që janë jashtë prej organizmit, dhe me thonë edhe mundemi lehtësisht mi prek, dhe nëse vrejmë ndryshime me u lajmëru sa ma shpejt te mjeku. Ky është qëllimi i vetë ekzaminimit gjirit. Për ndryshe ne edhe dim se me vetën, karshi vetës, nuk mundemi me qenë edhe shumë real edhe kur vetë ekzaminohemi. Kjo është e njoftun edhe në aspektin psikologjik. Në anën tjetër, ekzaminimi klinik prej anës mjekut, gjithashtu është shumë i rëndësishëm,